Makina me pilot automatik po konsiderohen si një nga risit më të mëdha teknologjike të shekullit 21. Nga sisteme gjysmë autonome të kompanive si Tesla, deri te projektet plotësisht autonome të Aymo, industria po transformon mënyrën si lëvizim. Por a është kjo teknologji një hap drejt sigurisë dhe efikasitetit apo një rrezik i ri në rrugë? Të mirat e makinave me pilot automatik. Rritja e sigurisë. Rreth 19 milion njerëz humbin jetën çdo vit në aksidente rrugore globalisht. Mbi 90% aksidenteve lidhen me gabime njerëzore. Sistemet autonome nuk lodhen, nuk shpërqendrohen dhe nuk konsumojnë alkool. Në teori, makinat autonome mund të reduktojnë ndjeshëm aksidentet fatale. Ulja e trafikut dhe ndotjes. Algoritmet optimizojnë rrugët dhe shmangin bllokimet. Përfshirja sociale. Personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit ose ata pa patent mund të fitojnë pavarësi më të madhe. Efikasitet ekonomik. Ulje e shpenzimeve për karburant dhe kohë udhëtimi. Zhvillimi i sektorëve të rinj teknologjik. Të këqija dhe sfidat. Rreziku i dështimeve teknologjike. Sensorët, kamerat dhe inteligjenca artificiale mund të gabojnë. Aksidentet të raportuara me sisteme autopiloti kanë ngritur debate mbi përgjegjësinë ligjore. Çështje etike. Si duhet të reagojë makina në një situatë ku duhet të zgjedhë mes dy rreziqeve? Vendimet e algoritmit ngrenë dilema morale. Humbja e vendeve të punës. Shoferët e taksive, kamionëve dhe autobusëve mund të zëvendësohen. Sipas disa vlerësimeve, miliona vende pune në transport mund të preken në dekadat e ardhshme. Siguria kibernetike. Makinat autonome janë të lidhura me internetin. Rreziku i hakimit përbën kërcënim serioz. Makina me pilot automatik përfaqëson një hap të madh drejt së ardhmes së transportit. Ajo premton më pak aksidente, më pak ndotje dhe më shumë efikasitet, por njëkohësisht sjell sfida serioze teknologjike, etike dhe sociale. E ardhmja nuk është pyetja nëse do të përdorim makina autonome, por kur dhe sa të përgatitur do të jemi për to. Teknologjia po ecë më shpejt se ligji dhe mentaliteti shoqëror, dhe kjo është sfida më e madhe e revolucionit të ri automobilistik.